Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në vazhdim të përkthimit të lëndëve të fesë. Më konkretisht sot do të jemi në vazhdim të zhvillimit të lëndës së tefsirit dhe jemi në përkthimin e librit Shpjegimi i ndriçuar në doktrinë, legjislacion dhe metodologji, atë që njihet në arabisht si at-tafsir al-munir fil aqidati wal fiqh wal manhaj. Thot autori në vazhdim të hyrjes të cilën jemi duke trajtuar: wa idha kana hadafi huwa wad'u tafsirin lil Qur'anil Karim yarbitu al muslim wa ghayra al muslim bi kitabillahi ta'ala al bayan al ilahi wa wahyihi al wahid haliyan الثابت كونه كلام الله ثبوتا قطعيا بلا نظير له ولا شبيه فإنه سيكون تفسيرا يجمع بين المأثور والمعقول مستمدا من أوثق التفاسير القديمة والحديثة ومن الكتابات حول القرآن الكريم تاريخا وبيان أسباب النزول وإعرابا يساعد في توضيح كثير من الآيات. Thot, nëse qëllimi im është që të vendos një tefsir të Kuranit fisnik, pra një shpjegim që e lidh muslimanin dhe jo muslimanin me librin e Allahut të lartësuar, sqarimin hyjnor dhe shpalljen e tij të vetme ekzistuese sot, të vërtetuar në mënyrë absolute se është fjala e Allahut pa asnjë të ngjashëm apo të barabartë me të, atëherë ky do të jetë një tefsir që bashkon transmetimin tradicional dhe arsyetimin logjik, duke u mbështetur në tefsiret më të besueshme të vjetra dhe bashkohore, si dhe në shkrimet rreth historisë së Kuranit fisnik, sqarimit të shkaqeve të zbritjes së ajeteve dhe analizës gramatikore që ndihmon në qartësimin e shumë ajeteve. ولست بحاجة كبيرة إلى الاستشهاد بأقوال المفسرين وإنما سأذكر أولى الأقوال بالصواب بحسب قرب اللفظ من طبيعة اللغة العرب وسياق الآية. Thot, nuk kam nevojë të madhe të citoj fjalët e komentuesve, por do të përmend mendimet që janë më pranë së vërtetës, sipas afërsisë së shprehjes me natyrën e gjuhës arabe dhe kontekstit të ajetit. ولست في كل ما أكتب متأثرا بأي نزعة معينة أو مذهب محدد أو إرث اعتقاد سابق لاتجاه قديم. Dhe unë nuk jam në çdo gjë që shkruaj ndikuar nga ndonjë prirje e caktuar, apo ndonjë medhheb specifik, apo trashëgimi bindjesh të mëparshme të ndonjë drejtimi tjetër. Wa innama رائدي هو الحق الذي يهدي إليه القرآن الكريم على وفق طبيعة اللغة العربية والمصطلحات الشرعية مع توضيح آراء العلماء والمفسرين بأمانة ودقة وبعد عن التعصب. Udhërfyesi im është vetëm e vërteta drejt së cilës udhëzon Kurani fisnik, në përputhje me natyrën e gjuhës arabe dhe terminologjinë fetare, duke paraqitur mendimet e dietarëve dhe komentuesve me besnikëri, saktësi dhe larg fanatizmit. Walakin yanbaghi al-bu'du an istikhdam ayatil Quran لتأييد بعض الآراء المذهبية أو اتجاهات الفرق الإسلامية أو التعسف في التأويل لتأييد نظرية علمية قديمة أو حديثة لأن القرآن الكريم أرفع بيانا وأرقى مستوى وأعلى شأنا من تلك الآراء والمذاهب والفرق. Por duhet shmangur përdorimi i ajeteve të Kuranit për të mbështetur disa mendime mëdhëbesh ose drejtimesh të grupeve islame ose interpretim
apo interpretimi i sforcuar për të mbështetur në një teori shkencore të vjetër apo moderne, sepse Kurani fisnik është më i lartë në shprehje, më fisnik në nivel dhe më madhështor se sa ato mendime, medhhebe dhe grupe. Walaysa huwa kitab ulum أو معارف كونية كالفلك وعلم الفضاء والطب والرياضيات ونحوها وإن وجدت فيه بعض الإشارات إلى نظرية ما. Ai nuk është një libër shkencash apo një urish kozmike si astronomia, shkenca e hapësirës, mjekësia, matematika dhe të ngjashme, edhe nëse në të gjenden disa aludime për ndonjë teori të caktuar. Wa innama huwa kitabu hidayatin ilahiyya wa tashri' dini wa nurin yahdi li aqidati al-haq wa aslah manahij al-haya wa usul al-akhlaq wal-qiyam al-insaniyya al-ulya. Kama qala ta'ala, përkundrazi ai është libër hynor, libër udhëzimi hynor, legjislacioni fetar dhe dritë që udhëzon drejt besimit të vërtet, drejt mënyrave më të drejta të jetës dhe drejt bazave të moralit dhe vlerave më të larta njerëzore. Ashtu siç ka thënë Allahu i lartësuar, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila an-nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Sura Al-Maida ajeti 15 dhe 16, ju ka ardhur juve nga Allahu një dritë dhe një libër i qartë. Me të Allahu udhëzon ata që ndjekin kënaqësinë e tij në rrugët e paqes, i nxjerr nga errësirat në dritë me lejen e tij dhe i udhëzon në rrugë të drejtë. Wa yanhasiru manhaji aw khuttatu bahthi fi ma ya'ti. Metoda ime ose plani i kërkimit tim përmbledhet në sa vijon. Pra tregon autori hapat që ka ndjekur në përgatitjen e këtij libri. Qismatul ayat al-Qur'aniyya ila wahdat mawdu'iyya bi anawin muwaddaha. Ndarja e ajeteve kuranore në njësi tematike me tituj sqarues. Bayan ma ishtamalat alayhi kullu suratin ijmalan. Paraqitja në mënyrë të përgjithshme e përmbajtjes së çdo sureje. Tawdih al-lughawiyat, sqarimi i kuptimeve gjuhësore. Irad asbab nuzul al-ayat fi asah ma warada fiha wa nabdhu ad-da'if minha wa taslit al-adwa ala qisas al-anbiya wa ahdath al-islam al-kubra كمعركة بدر وأحد ومن أوثق كتب السيرة. Përmendja e shkaqeve të zbritjes së ajeteve, sipas transmetimeve më të sakta, lënia më njan e transmetimeve të dobta dhe hedhja dritë mbi historitë e profetëve dhe ngjarjet madhore të Islamit, si betejë e Bedrit dhe Uhudit, duke u mbështetur në librat më të besueshëm të sirës, pra biografisë profetike. At-tafsiru wal-bayan, komentimi dhe shpjegimi, pra i ajeteve dhe sureve. Al-ahkam al-mustanbata min al-ayat, nxjerrja e dispozitave të përfituara nga ajetet ose e dobive. Al-balaghatu wa i'rab kathir min al-ayat liyakuna dhalika 'awnan 'ala tawdih al-ma'ani liman sha'a wa bu'dan 'anil mustalahat التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها. Retorika dhe analiza gramatikore shumë ajeteve në mënyrë që kjo të ndihmojë në sqarimin e kuptimeve për çdo që dëshiron, si dhe për t'u larguar nga terminologjitë që e vështirësojnë kuptimin e tefsirit për ata që nuk duan të merren thellësisht me to. وسأحرص بقدر الإمكان على التفسير الموضوعي وهو إيراد تفسير مختلف الآيات القرآنية الواردة في موضوع واحد كالجهاد والحدود والإرث وأحكام الزواج والربا والخمر. Gjithashtu thot, do të përpiqem sa të jetë mundur të ndjek metodën e tefsirit tematik, pra të paraqes komentimin e ajeteve të ndryshme kuranore që lidhen me një temë të vetme, si xhihadi, ndëshkimet ligjore,
trashëgimia, dispozitat e martesës, kamata dhe vera. وسأبين عند أول مناسبة كل ما يتعلق بالقصة القرآنية مثل قصص الأنبياء من آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم وقصة فرعون مع موسى عليه السلام وقصة القرآن بين الكتب السماوية. Po ashtu thot, në rastin e parë të përshtatshëm do të sqaroj çdo gjë që lidhet me tregimet kuranore, si historitë e profetëve Adem, Nuh dhe Ibrahim alayhimus salam, paqja qoftë mbi ta, dhe të tjerëve, historinë e faraonit me Musën, si dhe historinë e Kuranit mes librave qiellor. ثم أحيل إلى موطن البحث الشامل عند تكرار القصة بأسلوب وهدف آخر. Më pas do t'i referohem vendit të trajtimit të plot kur historia përsëritet me një stil dhe synim tjetër. غير أني لم أذكر رواية مأثورة في توضيح القصة إلا بما يتفق مع أحكام الدين ويقبلها العلم ويرتضيها العقل. Megjithatë, nuk do të përmend asnjë transmetim tradicional në sqarimin e tregimeve, përveç atyre që përputhen me dispozitat e fesë dhe I pranon arsyeja. وأيدت الآيات بالأحداث الصحيحة المخرجة إلا ما ندر. Gjithashtu ajetet do t'i mbështes me hadithet e sakta të nxjerra nga burimet autentike, përveç rasteve shumë të rralla. Dhe unë nga ana ime mund të them në përfundim të videos së sotshme që kjo metodologji që ka shpjeguar autori te kjo pjesë që sapo përkthyem prej hyrjes së tij, kjo është edhe arsyeja për të cilën ne kemi përzgjedhur këtë libër. Pra kjo është ajo që na bën të mendojmë që ky është një nga librat më të përshtatshëm për të marrë si referencë për të përkthyer për nivelin e avancuar të shkencës së tefsirit dhe gjithashtu për të përmbledhur dhe për të përdorur për mësimdhënie ashtu siç kemi përmendur edhe për librat e tjerë. Pra, në çdo rast kur un kam vlerësuar në një libër që a duhet apo s'duhet të përfshihet brenda bibliotekës që kemi ngritur deri tani dhe që po e ngrem akoma, si piknisje të projektit të librave, është që jemi me parimin që duhet kemi sa më pak libra dhe jo sa më shumë, po që të mbulojnë sa më shumë tema, në mënyrë që të mos ketë shumë përsëritje gjërash. Dhe për ta përcaktuar unë që a është një libër I tillë meritor për të bërë pjesë e kësaj librarie dhe këtij projekti apo jo, jam nisur nga temat, pra I kam lexuar temat e secilit prej librave përkatës, të këtyre që janë përfshirë tashmë dhe të atyre që mund të përfshiheshin, dhe gjithashtu duke u bazuar edhe tek metodologjia që ka përdorur autori në trajtimin e këtyre temave, sepse metodologjitë ndryshojnë nga njëra tjetra, nga autori në autor. Dhe unë më së shumti kam përfshirë libra të cilët janë të vjetër, dhe më rrallë libra të cilët janë të rinj, ndërsa ky që po trajtojmë është autor bashkëkohor. Është një rast I veçantë që të përfshihet si referencë një libër I një bashkëkohori me përparësi në krahasim të ndonjë libri një autori të vjetër. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht për shkak të metodologjisë të cilën ne po e zbërthejmë në këto paragrafe. Këtu e mbyllim regjistrimin e videos së tefsirit për sot, duke I kujtuar shikuesit të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. I përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.